Rikthehemi zonja dhe zotërin transmetim të drejt për drejt dhe do t'ju tregojmë tani si kundër ju lajmëruam të pak më herët për një platformë që fëmijëve të diasporës i mëson shumë lehtë gjuhën shqipe dhe e ruan atje në mënyrë që kur të kalojnë 10 apo 15 vite mos të dëgjojmë atë theksin e huaj më shumë se sa shqipen. Ajo ndoshta është pak e pa e mundur, po. Ka filluar bëj prova me kopret. Ndoshta do të dëshironte ta bënte në rusisht bisedën. Okej, po, sepse vajza që e ka, le të themi, ka krijuar këtë platformë, ka studiuar edhe atje, kështu që në rusi, kështu që i ka marrë ashtu siç duhet edhe le të themi atë përgatitjet edhe gjitha si këto, apo jo, Klejda Peçulaj që është filologe. Mirëmëngjes Klejda, mirëmëngjes, kënaqësi, dhe ti ke studiuar, po na tregoj pak më herët 5 vite në Moskë. Po, çfarë, cilën deg për filologji? Kam mbaruar gjuhëletërsi këtu, pastaj kam shkuar në Moskë për kritik letrare, kam bërë dhe 2 vjet doktoratur, po e kam ndërprer, do i rikthehem një moment kur të jam pak më 5 vite në Moskë, okej, dhe sa ka që e ke mbaruar shkollën ti? Kam 2 vjet që jam kthyer në Shqipëri. Pra ti ke jetuar në Moskë deri tani vonë? Po, deri tani vonë kam qenë atje. Okej, këtu na hapi një dritari që mund të bëni shumë pyetje, po që e lë për në fund them unë. Deri tani vonë. E pra, deri në 2023. Deri në 2023. Do të thotë ke qenë në këtë gjërat që kanë kaluar. E lëm pak më vonë këtë dritaren se po filluam këtu ne. Po, e vërtet. E tregoj pak për AlpQuest, sepse na bëri përshtypje në momentin e parë që u njohëm me këtë platformën. Pra, si të shkoi në mendje dhe pse kishte një arsye, një qëllim të fortë? Ishte një periudhë që unë në fakt nuk ndjesha shumë mirë me veten time, edhe më dukej sikur i detyrohesha vetes diçka, jo se mundësitë që mu dhan këtu si ishin të mira, kanë qenë shumë të mira, po doja të bëja diçka për të kontribuar në fushën time. Dhe kur kam qenë studente në Moskë, kam dhënë mësim rusëve gjuhë shqipe. Edhe disa fëmijëve shqiptar që jetonin atje ose kishin prindrit, njëri ishte shqiptar, tjetri ishte rus. Dhe ishin shumët? Po, dhe më pyesnin vazhdimisht që pse s'ke diçka tënden që ku mund të komunikojmë bashkë. Edhe më lindi kjo ideja në dhjetor, bisedova për brandimin e AlpQuestit, edhe pastaj u bë dhe platformë, po. Ja, ku kemi dhe platformën që ti me sa po kuptoj është pak a shumë drejtuar fëmijëve, ëh? Po, është një platformë dedikuar fëmijëve shqiptar të diasporës. Dhe si e ke menduar, pra se ne e dim që fëmijët zakonisht kur i thua ulu këtu, mëso, shiko, është pak e vështirë, që duhet ta bësh pak edhe argëtuese, ëh? Ka disa pika këtu, thotë nxitje, kureshtje, gjithëpërfshirje, inovacion, trashëgimi. Si janë të ndara këto kategori? Atëherë, ne në AlpQuest gjejmë 2 programe, që është programi Abetares, edhe është edhe programi Gjuhës Shqipe dhe Kulturës. Unë kam zgjedhur të punoj me 2 libra të cilët janë të mirë strukturuar, sepse është shumë e rëndësishme. Pra, nuk jam me filozofin që unë e bëj vetë, unë bëj vetë punën. Pra, si arri unë që ta mbaj një fëmijë, siç më pyeti dhe Aulona, të fokusuar. Ne nuk bëjmë gjithë ditën atë një orë, mundohemi ta plotësojmë, të mësojmë gramatikën, pra të mësojmë shkronjat, të mësojmë rrokjet, edhe të arrim të krijojmë fjalë të vogla me to. Por bëjmë edhe shumë lojra, lexojmë poezi, flasim, diskutojmë për ngjyrat, për figurat të ndryshme që shikojmë atje. Pra për mua është më e rëndësishme të nxiten si fillim të shprehen, të jenë të lirshëm të flasin shqip. Pastaj gjithë të tjera do vinë gradualisht. Kjo është një platformë që ka nisur po thua prej janarit të funksionon? Jo, kjo platformë është themeluar në datën 7 mars të 2025-s. Është një platformë shumë e re, po. Ideja ka lindur. Muaj sa po ka kaluar. Po, muaj sa po ka kaluar. Dhe pra mësimi duke filluar nga abetarja, shkrimi, gramatika, letërsia. Po, letërsia, kultura, mësojmë gjëra nga etnografia, me aq sa kam unë njohuri. Mësojmë edhe gjëra të tjera, për shembull bëjmë edhe loj, unë do me thëmë më vonë, do fusë edhe pjesën artistike, pra së bashku, se është pak e vështirë pjesa e ekranit, prandaj dhe moshar 6+, do krijojmë një diçka artistike, për shembull mund të bëjmë një zogë në flet, sepse është shumë e rëndësishme të mësojnë edhe si punohet, pra flasim, punojmë edhe flasim, ligjërojmë, për të rraur veshin, sa ata për këtë ka nevojë më shumë, për të rraur veshin në Shqip. Po, sa më shumë ndërveprim, po. Dhe si ka qenë qasja që ka pasur paktën për kaq pak kohë, është periudhë shkurtë, dalë në përfundime, por është preferuar? Tani unë kam disa nxënës, edhe ka shumë njerëz të cilët më shumë nëpërmjet rrjeteve sociale ka pasur impakt, edhe më kanë pyetur. Ka fëmijë që nuk janë akoma gati të regjistrohen edhe për shkak të moshës, edhe për shkak se është themeluar edhe në mars. Është një periudhë pak
vjen vera, disa janë me pushime. Tani janë mendjen kur po mbaron shkolla. Kur do mbaroj shkolla, si do t'i angazhojmë. Po që si fillim që është, ka pasur një impakt shumë të mirë dhe kjo mua mund më të jetë një gëzon. platformë plotësuese, nëse fëmijët janë në shkollë dhe mësojnë gjuhën shqipe, mësojnë edhe këtë platformë në mënyrë që të nxënë më shumë, apo kjo mund të jetë një platformë e mirëfill që deri diku mund të zvendësojë mësuesin e gjuhës shqipe. Si e ke menduar? Unë nuk mendoj që është diçka plotësuese, absolutisht në asnjë mënyrë nuk synoj që të zvendësojë, sepse është mësimi në klasë nuk zvendësohet asnjëherë me mësimin online, sidomos për fëmijët. Mësimi online është një e plotëson atë, si që thash, është më shumë për të rrahur veshin, për të mësuar gjëra të cilët ata nuk kanë mundësi, sepse në diasporë jo në të gjitha shtetet ka shkolla, ka shoqata, cilat bëjnë një punë fantastike, sepse mua shumica fëmijëve nga diaspora din shqip dhe flasin shqip shumë mirë. Ka dhe shumë mësues që janë ka dhe shumë mësues, po, të cilët janë të shpërndar. Më së shumë ti e ke shpërndar, le ta themi kështu, platformë. Për mua çuditërisht ka qenë Italia dhe Gjermania, kanë pasur impakt shumë të madh, po. Në Itali nuk e di pse, po nuk e prisja. Ndoshta ka paragjykuar. Base, po. Edhe ka dhe shumë shqiptar atje. Ka shumë shqiptar, po, ka shumë shqiptar. Kështu që dhe kërkesa është më madhe. E ke ndirë, Kleta, këtë rrezikun e humbjes identitetit edhe të kësaj trashëgimie kulturore, pra cënimin e kësaj me qëndrimin e gjatë fëmijëve në vendet huaja, përshtatje atje me ambientet, me ekosistemet të tjera, pra humbja e gjuhës shqipe apo edhe kulturës edhe traditës të ka shqetësuar që të ka çuar më përpara për ta në fakt, indicjet e para unë i kam pasur në trotuaret e Tiranës, ku shikoj dhe dëgjoj prindrit shqiptar që u flasin shqip edhe anglisht fëmijëve. Për këtë nuk e di, është një alarm, duhet bërë diçka. Më bezdis shumë veshin, jo se unë jam nacionalista, është nuk ka pse të bëhet. Po pse mendon që ndodh kjo? Kjo ndodh sepse mendojmë se ne jemi shumë më përparimtar, më cool nëse ne u flasim anglisht. Anglishtën do ta mësojnë fëmijët se nuk ka shqiptar. Po flasim anglisht nërsa shpjegojmë këtë. Në çdo vend të botës po ndodh, sepse është janë efekte të globalizimit. Po është për shembull dhe unë e kap veten time ndonjëherë që them ndonjë fjalë. Mirë është bësh ka edhe raste shumë që fëmijët nëpër shkolla tani e kanë deg më vete gjuhën angleze, kështu që do s'do edhe kanë më të lehtë. Po prandaj po mund të bëjmë më shumë, mendoj, mund të bëjmë më shumë. Ka të drejtë Lida, sepse edhe mua më vrasin veshin edhe dy djem shqiptar i has për shembull në rrugë, në palestra. Mendon që mund të jenë të huaj, por ata janë shqiptarë. E di që janë shqiptarë dhe flasin gjithë kohën anglisht. Jo, është shumë e mirë të mësosh shqip. A shumë fal, gjuhë të huaja. Qysh kur e din shumë mirë shqipen dhe prap zgjedhin që të flasin. Kjo është problematike sepse në momentin që një gjuhë fillon edhe cënohet edhe dëmtohet nga folësit e saj, imagjino çfarë mund të bëhet në diasporë, sepse diaspora ka shumë nevojë të dëgjojë shqip, pra duke qenë se dhe koha, po, e ka trysnin më të madhe. Meqense sot është edhe dita ndërkombëtare e librit, mendon se libri rri larg të rinjve kohët e fundit, kjo është një arsye. Edhe libri shqiptar flas, pse jo? Po, libri shqiptar, ne kemi një letërsi fantastike, të cilën të rinjt nuk e njohin, duhet shkosh në universitet që të njihesh më mirë me të. Kemi shkrimtar shumë të mirë, edhe mendoj se jemi distancuar nga libri. Për shembull, po të sjell një rast në Mos, kur kam vajt për herë të parë, i shikoja të gjithë në metro, edhe në autobus duke lexuar. Vazhdon ai stili me libër në dorë. Atje vazhdon stili me libër në dorë, që atje edhe radhët i presin me libër në dorë. Po. Pra nuk u mbet asnjë lloj sekondi atje. Jo, atje shfrytëzon duke lexuar. Shumë e rëndësishme të lexojmë, sepse është e vërtetë që ne të gjitha format e artit janë në prana bëjnë mirë. Po mendoj se të lexuarit e thellon atë fantazinë, të nxit trurin. Aq tepër për një fëmijë pastaj. Po, aq më tepër për një fëmijë. Mund të të pyes sepse tani që e kujtoj, albanologët më të mirë, sidomos të huaj, gjithmonë kanë qenë rus ose ruse. Po, edhe gjerman. Edhe ka qenë e çuditshme kjo lidhja që kultura ruse ka patur me Shqipërinë, përtej ngjyrave politike, që këtë unë e them gjithmonë duhet ta heqim sepse flasim për një kom shumë të madh, që i ka dhënë kaq shumë letërsisë, artit, kulturës, të jashtëzakonshëm. Dhe ne kemi patur një lidhje shumë të gjatë. Ti e ke parë për shkak duke jetuar kaq vite në Moskë, e ke parë këtë
këtë lloj afrimiteti që ne kemi me kulturën ruse, me popullin rus, pra ata flasin dhe mësojnë shumë shqipen, gjithashtu siç edhe ti e di dhe flasin shumë mirë madje, ëh? Është kjo dëshira për gjuhën shqipe? Unë në fakt jam habitur se në fillim kur e shtova si klas, thash ishte një website atje që mund të regjistroheshe për të dhënë mësim. Dhe pati një impakt shumë të mirë. Po, kishte nga kategori nga më të ndryshmet, që nga fëmijët të cilët kam një vajzë, maman e ka moskovite, kurse babajnë e ka vlonjat, e jona. Ka fëmijë të tjerë të cilët janë shqiptar me të dy prindri shqiptar, po kishte shumë të rritur rus të cilët u pëlqente shumë Saranda dhe Vlora dhe donin, jo nuk kanë lidhje, u pëlqente që ato 5 ditë që do i kalonin atje të dinin gjëra bazë mbi Shqipen. Pra, ne po shkojmë diku, si është ky vend, se ne kemi idenë që ne na njohin nga do. Po, nuk është se mos në Moskë njerë. Në Peterburg, po, sepse ndikon shumë edhe Instituti Albanologjisë atje, na njojnë pak më shumë, kurse në Moskë është pak më vështirë. Tani ti e rikthyer përfundimisht në Shqipëri apo? Po, kjo është. Sa vite që ndrohesh? Kam 2 vjet që jam kthyer, që jetoj këtu. Si ishte të jetoje në Moskë gjatë gjithë këtyre viteve të trazirave dhe Po, fiks, në mos asaj periudhe. Ndonjëherë njerëzit kur u them unë që edhe neve na ndikonte psikologjikisht, thonë, po si të ndikonte ty psikologjikisht? Të ndikon sepse ne kemi plot tranzicion këtu në vendin tonë. Fakti që ty një ditë në mëngjes të mbyllen fluturimet, vërtet si e fare i rrezikuar fizikisht, se po flasim për një nga shtetet më të sigurta në botë. Po fakti që ti nuk mund të fluturosh në rast se këtu ndodh diçka, është të krijon një farë presioni. Si e komentojnë rusët? Se tani po flasim pak në rregull, po duke qenë se ti e ke jetuar atje dhe sa më thjesht na e tregosh aq më mirë. Si e përjetojnë rusët këtë moment, pra pushtimin e Ukrainës, populli rus? Pra, është në dieni që atje po vriten njerëz, po bombardohen qytete, janë shkatruar familje të tëra, pra e kuptojnë ata këtë gjë apo janë brenda asaj propagandës së Putinit? Dhe nuk e shfrytëzojnë. Ajo po, por edhe propaganda e Putinit sa ka ndikuar në mënyrën si ata e shikojnë luftën, ku janë pushtuesit, le ta themi këtë. Po, janë agresorët, kjo është e vërtetë. E kuptojnë ata që janë agresor apo vazhdojnë atë propagandën e Putinit? Unë mendoj se duke e njohur dhe duke parë nga afër për shembull ato ditë çfarë ndodhi dhe populli që u ngrit populli në rrugë, u derdh në rrugë, pleq, plaka, të rinj. Ata janë dy popull që janë trazuar me njëri tjetrin, pra kanë krijuar familje dhe e dënojnë agresionin, pavarësisht se atje propaganda dhe fuqia e shtetit është shumë e frikshme, bizotron, edhe kanë kanale informimi rusët që mund të marrin nga media perëndimore? Kanë, rusët janë popull shumë i zgjuar, kanë gjetur të gjitha mënyrat për të komunikuar. Pra edhe zëri, le themi... Edhe prandaj edhe është edhe tërhiqje dhe mos e kaput. Po, nëpërmjet rrjeteve sociale. Se besoj në televizione unë të them të jo, në televizione jo. Madje unë kam pasur dhe profesor të mi të cilët e kanë dënuar sulmin në Teams. Dhe kur në momentin që ne bënim mësim dhe ata u shprehen kështu me kaq dhimbje, se unë keni parasysh se shumë e trisht kjo ta them që në mëngjes. Kur ndodh një gjë shumë e rëndë, një vdekje shumë e rëndë, ashtu ka qenë Moska 2 javë kur pushtua Ukraina. Sikur kishte ndodhur një vdekje shumë e rëndë. Sepse ata janë njerëz shumë empatik. Ne kemi idenë që ata janë të ftohtë, ata janë korrekt, por janë shumë empatik. Sepse është krijuar për perceptimin që për shkak të sulmeve të Putinit i gjithë populli rus është i tillë, por nuk është kështu po. Jo, nuk është. Absolutisht, ne kemi pasur një komunikim me profesorët tanë, sidomos në vitin e parë që na trajtoni si të vegjël. A ndihen keq populli rus që etiketohet ndoshta? Po ndihen keq sepse u lanë mënjan nga gjithë bota, humbën shumë prej tyre humbën punën, shumë prej tyre madje unë kam një rast të një familje që jepja mësim djalit fëmijëve të tyre, ata babajnë e kanë profesor në një universitet të Italisë. Nënën e kishin në Moskë dhe shkonin e vinin, sepse punonte dhe ajo në një kompani të huaj, dhe ata u detyruan të shpërnguleshin në mes të 2 ditëve, sepse u mbyllën dyert. Sepse u mbyllën dyert dhe nuk e takonin dot babajnë. Dhe ky destabilizim ka prekur ata më së pari, pastaj gjithë pjesën tjetër. Po ndihet zëri i protestës atje, sepse po protestat aulona u mbytën. S'po vjen emri Navalnin, që të paktën ishte një zë shumë i fuqishëm dhe dha jetën për këtë. Ka opozita atje, ka apo shtypen sa pa ngritur. Po në momentin që ngrihen bën shtypen. Ai është një shtet policor.
Që në momentin që ti mund të dalin 17.000 veta në protest, ti pastaj shkon edhe ata të 20.000 ke kapur brënda. Dhe të gjitha atyre që dolën në protest, shumë djemve, të cilët ishin dhe në moshën e mobilizimit, u dhanë edhe letrën e thirrjen e luftës, të cilën nuk e refuzon dot sepse i bie që jetë dezertor. Duan ata që të mbarojë sa më shpejt kjo? Po, unë mendoj se duan, se ata arritën në një pikë të paktën që ishin shumë të globalizuar. Pra mund të udhtonin lirshëm, mund të kishin, si ta them, mund të shkonin në Spanjë, si shkojmë ne tani në Itali, me bileta shumë të lira, ekonomia ishte shumë e stabilizuar, vazhdon të jetë ekonomia e stabilizuar. Ka sankcione. Tani ka sankcione nga të gjitha anët dhe mua në fakt bota reagoi shumë. Janë përjashtuar nga evente sportive nga çdo gjë. Po, bota reagoi në mënyrë shumë të ashpër me Rusinë. Jo se unë jam, se më thonë mua, unë kam ajo është një shtëpia ime e dytë, unë me ata njerëz kam jetuar dhe më kanë dhënë shumë afër dhe më kanë dhënë një mundësi shumë të artë të shkollimit, cilën e vlerësoj dhe do jem mirënjohëse gjithë jetën, jo vetëm unë, por shumë shqiptarë të tjerë. Po bota do ishte shumë mirë që të ishte të bënte të njëjtën gjë që ta bide me Izraelin, jo vetëm me Rusinë. Pra të ndaj diktatorin nga populli. Ta ndaj sepse kjo është pak vështirë, ndoshta tani që gjërat po vinë edhe po vështirësohen, por gjithsesi është shumë i drejtë ky këndvështrimi, absolutisht. Se ti e shikon nga brenda edhe. Po prisni më që të rritë biseda me këtë lloj drejtimi, por nuk hasim shpesh shqiptar që jetojnë në Moskë dhe të flasin me kaq lirshmëri. Ta mbyllim ti rikthemi edhe një herë platformës. Synimet dhe ambicet e tua janë që ta kthesh në një aplikacion në ta. Po, unë dua që ta kthej në një aplikacion në të ardhmen që jo vetëm ata të cilët kanë kohë t'i dedikojnë 1 orë, po dhe ata të cilët duan t'i dedikojnë vetëm 5 ose 10 minuta në ditë të kenë mundësi të bëjnë lojra dhe gjëra tjera. Për këtë më duhet pak kohë, më duhen edhe profesionistë të fushës. Si ke jena hapat e para, kështu që dal nga dal gjërat do të marrin rrugë. Faleminderit shumë që ishte. Faleminderit juve. Okej, ne shkëputemi për pak tani dhe më pas hym në temën pak më të gjatë të programit, flasim për fushatën elektorale, por ajo që bëhet në rrjetet sociale. Çfarë po ndodh dhe si po trajtohet, le ta themi nga ana teknologjike fushata e këtij viti.